Ditët e fundit në shtëpinë e Big Brother VIP Albania 5 kanë qenë të ndryshme nga ato pak më përpara. Kjo, për shkak se banorët kanë marrë pikërisht këshillën e Luiz Eilit, duke qenë se ai i tha që të shprehin më shumë ndjenja, dashuri dhe të bëjnë humor apo shaka dhe jo vetëm të debatojnë, pasi kjo gjë bëhet edhe e mërzitshme për publikun. Pikërisht, këtë gjë më shumë e ka dëgjuar Mateo dhe Brikena. Duket se tashmë ky çift apo këto dy banor kanë vendosur ta vazhdojnë marrëdhënien e tyre. Mateo, që në fillim e ka shprehur pëlqimin, ndërkohë që Brikena dukej e stepur, për shkak se kishte frikë se ç'mund të mendonin njerëzit jashtë apo familja e saj. Mirëpo, brenda në shtëpi, tashmë duket që e ka lënë veten të lirë. Shpeshherë, vajza e cila nuk përqafonte apo nuk linte afër asnjë mashkull, tani shkon tek Mateo e përqafon edhe pa arsye. Kjo gjë publikut i ka pëlqyer shumë dhe të gjithë shpresojnë që ky çift të shihet bashkë dhe të vazhdojnë lidhjen e tyre edhe jashtë dhe jo vetëm për lojë. Ndërkohë, Mateo ka shprehur që ai do të marrë hak për Ogertin dhe Artanin, të cilët e kanë ngacmuar Brikenën në një periudhë që ai nuk ishte pranë saj, por ishte në dhomën e shpellës, dhe kjo gjë i ka pëlqyer shumë publikut. Nuk dihet se si kjo situatë do të shkojë, megjithatë, të gjithë po thonë që duhet i lihet kohës për të parë se si do të vazhdojë marrëdhënia e tyre. Po juve çfarë mendimi keni për këtë situatë? A mendoni se Brikena dhe Mateo kanë me të vërtet ndjenja për njëri tjetrin, apo këtë gjë po e përdorin si strategji loje? Komentojeni mendimin tuaj dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbur asnjë video të re rreth kanalit ton. Ju faleminderit.